të drejtë jam shumë i lumtur për 2 gola se çdo sulmues pesha e tij mbahet me gola. Por më i lumtur jam që fitum një ndeshje të vështirë siç ishte ajo me Partizanin dhe morëm 3 pikë dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. Për ne është një ndeshje si tjetër edhe një ndeshje kampionati, duhet ta vlerësojmë maksimalisht. Shpresojmë që të dalim me fitore dhe të vim në Shkodër, që të vim sa më të qetë. Të rëndësishme kanë qenë edhe ndeshjet e kampionatit, besoj me Dinamon, sepse ka shumë kvalitet si ekip. Dinamia vjen pas një fitore thellë 4-1 me Elbasani dhe besoj edhe ata janë shumë të motivuar ndaj nesh, por ne dojmë të zbatojmë detyrat tona dhe të dalim me një fitore. Unë stërvitem çdo ditë, ndihem shumë mirë deri tani, po bëj detyrën time, besoj, dhe trajneri vendos për gjithçka në fund. Janë edhe taktikat që ai zbaton, por shpresoj që po. Me vllazin gjithmonë kam pas bashkëpunim, si dihet ta shohim deri në fund sezonit si do shkojnë gjërat dhe mbetet për të parë jo. Vllaznia gjithmonë ka hyrë në fushë që me fitu, shpresojmë që dalim me një fitore që theksova edhe më parë që kemi sa më të qetë në Shkodër. Kemi shumë javë që jemi edhe në vendin e parë dhe kemi treguar që kemi forcat dhe duhet ta tregojmë deri në fund dhe ta mbajmë këtë ritëm.